faktori njeri, kushtet ekonomike. Ato dikush i ka ndalu, shembull se nuk ka vendet punës që aty dikund ka fabrikë, lugina ka, ato nuk janë, edhe vetmet vende janë shtëpitë e shëndetit, shkollat, institucionet komunale, ku aty nuk ka vende për të gjithë njerëzit. Tash, mosnjohja diplomave është një problem kyç, se edhe ky është një sfidë për neve. Shpresoj t'ja dalme edhe të vazhdojmë përpara. Ashtë marrë dikush seriozisht në këtë çështje e njohjes së diplomave? Se me të vërtet nëse studion atëherë ku do në me bë venin, nëse ki shpresë për vend të punës, është shumë e logjikshme që nuk ka shpresë për me jetu në atë vend. Edhe mundësitë për me lëshu ndoshta nuk po them krejt, po janë definitivisht shumë të mëdha. Shumë të mëdha, shumica e tërime, faktikisht ata që kanë diplomuar me Republikën e Kosovës, shumë rrallë janë radhë diku në për vendet të punës shtetërore, që është shkolla, shtëpia e shëndetit, ambulantat vendore lokale, po besoj që janë marrë dhe ata pak politikanët tanë që janë aty, kemi një këshill nacional, kemi një deputet popullor, nuk i vëfaj askuj që nuk i kanë rrej këtë problem tonin, po nuk është problem lokal. Fiksa po mirë të dikush për se ne i kemi dy nana, kemi Kosovën, e kemi Shqipërinë, ky problem duhet me shku në instanca më të larta. Edhe nuk është pa si problem. Edhe ende nuk është zgjedhur kjo. Kjo është çështje e pazgjedhur. Diplomat e Kosovës nuk njihen. Diçka që realisht është qelësi ndoshta i gjitha këtyre ngjarjeve që vinë një pas një. Besoj edhe unë që ashtu se shumica njerëzve intelektualëve edhe ka marru. Ose ki me të bujk, me qëndru në vend tanin, ose me shkollu edhe me vazhdu dikun tjetër. Ose me studiu serbisht, diçka që nuk na i përbin lukse. Jo, serbisht, i fakt e kryen një shkollë të mësuesisë edhe dikun nëpër vraje, diku, e merr një diplomë që e njefaj. Zyrtare është, mund me punu si mësues. Po domosdoshmërisht gjuhë shqipe jo? Po, jo, duhet me kryen gjuhë serbe.